Sot do t'ju ftoj për t'ju shpjeguar emrin e lumit Ascordus që është gjetur në Maqedoni dhe ky emër është shpjeguar nga Titius Livius. Kemi parasysh që shqiptarët banojnë në Maqedoni. Emri i tyre nuk është shqiptar, por alban. Kryeqyteti i tyre ka qenë në Maqedoni, Albanopolis. Alban quhen trojan të bardh në enciklopedinë e Bizantit. Nuk përmenden kur shqiptarët në Kaukaz. Është një mashtrim i shoqatës Omonia, që ta dini, dhe i gazetave greke. Asnjë dokument i Bizantit dhe as i Romës perëndimore nuk thot që shqiptarët vinë nga Kaukazi. Nuk ekzistonte ideja, nuk kishin udhëtuar në Kaukaz, nuk e dinin, askujt se dinte çfarë ishte Kaukazi. Është një gënjeshtër gazetash greke. Është shumë e turpshme. Shikoni vetë se do habiteni. Të dashur shqiptar, do doja t'u tregoja emrin e një lumi të gjetur në Maqedoni, quhet Ascordus. Tingëllon shumë në latinisht dhe është e habitshme që emrat e gjuhës latine, lumenjt, gjenden në Iliri, për shembull Barbana, është emri i bunës. Është gjithashtu emri i Kirit, Klausal. Duket sikur gjuha ilire ka evoluar si një gjuhë italike. Kjo është arsyeja që gjuha shqipe ngjan më shumë me latinishten. Por emri i lumit Ascordus në Maqedoni është me të vërtet befasues. Titius Livius shpjegon se si Quintus Marcius vazhdoi tutje drejt lumit Ascordus, por ndërsa po largohej gjithnjë më shumë nga furnizimet nga Thesalia, trupat e tij plaçkitën, mirë po plaçkitjet u bën më të pakta dhe ushqimet më të ralla, kështu që ushtria u kthye në qytetin Dium. Pra, ky emër Ascordus është shumë i ngjashëm me mënyrën se si krijon emrat në gjuhën latine dhe është lum në Maqedoni, pikërisht aty ku ka shqiptar, gjuha të cilëve shumë ngjashme me gjuhën latine. Pra, me bijat e latinishte si gjuha e Sardenjës, e Sicilisë dhe gjuha arumune. Tani, do t'ju lutesha të shikonit pak TikTokun, se çfarë shifrash marramendse kanë shikimet këtu. Një nga filmat është parë 650.000 herë. Shifra marramendse, një film tjetër është parë 656.000 herë. Kur i shikon, thua, si është e mundur që ekzistojnë këto shifra të filmave të mi. Dhe ka shumë shqiptarë që i marrin këto filma dhe në faqet e tyre kanë me mijëra shikime dhe filmat e mi në TikTok, në disa llogari të ndryshme, kanë arritur tashmë shumën 8 milion shikime gjithsej. E pabesueshme. Prandaj ju ftoj në llogarinë time në TikTok, quhet Andi Zeneli 3, dhe atje do habiteni që ka arritur numri i pëlqimeve në 200.000. Ndërkohë që në kanalin tim zyrtar kam arritur në 6 vjet vetëm 95.000 pëlqime, ndërsa këtu brenda 6 muajve kam arritur 200.000 pëlqime. E pabesueshme. Ju përshëndes dhe ju ftoj në filma të tjerë shkencor.